Rrugët e Kosovës janë duke u përballur pothuajse çdo ditë më shumë nga aksidente rrugore. Aksidentet me fatalitet në Kosovë, numri i tyre është duke u rritur ndjeshëm krahasuar me vitin 2024. Sipas ekspertëve të komunikacionit, fajet kryesore i kanë shoferët të cilët sipas tyre nuk janë duke i respektuar rregullat e trafikut rrugor. Ndërsa policia e Kosovës vazhdon të irret për respektimin e rregullave të trafikut rrugor me qëllim parandalimin e rritjes së këtij bilanci tragjik. Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 450.000 gjoba gjatë vitit 2025, krahasuar me vitin 2024 janë shqiptuar 37.000 gjoba më shumë. Gjithsej, në këtë vit ka arritur 94 numri i viktimave të cilët janë shkaktuar nga aksidentet me fatalitet në Kosovë. Ndërkaq, aksidentet në komunikacion vazhdojnë të mbesin një prej sfidave më të mëdha për sigurinë e rrugëve në Kosovë.